Ligjit për zonat e lira ekonomike, ligjit baza ligjore, besoj nëse ju e keni vendimin, mund të shikojmë dhe edhe ta analizojmë dhe bazën ligjore, sepse unë këtu e nisa, paka shumë përgjigjen time. Pra, po të analizojmë. Jo investitor strategjik, jo investitor, atë do të shpjegoja. Janë zonat këto ekonomike? Zonat ekonomike, ekskluzive ekonomike, ose zonat ekonomike që janë të përjashtuar dhe nga, po themi, detyrime doganore, etj. Ka disa përjashtime. Shikoni, që kur ka ardhur Edi Rama në pushtet. Unë kam konstatuar, dhe aq më tepër tani e shikojmë, që është bërë çmos që të gjitha ligjet janë shërbim të kompanive të ndryshme në një mënyrë ose në tjetër atyre që quhen investitor, po të huaj nuk ka, se shumë pak ka ngelur këtu investitor të huaj, aq më tepër investitor serioz. Me fjalë është bërë çdo gjë që pronat private dhe publike të jepen nga shteti, kudo, mos ngeli as i plumb tok. Shembulli i fundit, pakete male. Apo kjo tjetra. Pra pasi dhanë Bregdetin. Pasi dhanë Bregdetin. Është komision kjo se. Pasi dhanë Bregdetin. S'ka ngel më cepa betonizuar. Edhe vazhdoj me këto projekte famshme ku lindi dhe kjo protest nga Moris Punto. Ndërmarrjet shtetërore me VKM-n e famshme 54 të vitit 2014. Është miratuar kjo VKM në shkurt të 2014-s. Kjo VKM parashikon dhënie me qera edhe me emfiteoz deri në 99 vjet pasurive publike dhe aty më pas është modifikuar 10 herë VKM-ja. Tani, dhe çfarë themi tuaj, po ne na dalin shqiptar. Po pikërisht. Dhe mish na dalin shqiptar, na dalin elita, grup ato që janë ndoshta që kanë pjesën e Luanit në ekonomi. Po unë nuk kam parë që edhe Partia Demokratike të bërtas për këtë. Jo, Partia Demokratike ka ngritur zërin mjaft fort për ligjin e investimeve strategjike. Ka qenë përpara se sa ta çojë tani në kuvend për të kërkuar shfuqizimin, e ka ngritur gjithmonë. Këtë VKM 54 mund ta kem përmendur unë disa herë dhe vazhdoj po e them. Edhe këtu e kemi trajtuar disa herë. Se kjo VKM është shumë e rëndësishme, por mediat e anashkalojnë. Është modifikuar 10 herë brenda 8 viteve. Ka pasur 2 vite, 2016 dhe 2018, ku është modifikuar, është ndryshuar 2 herë brenda vitit. Një VKM e vetë qeverisë Rama, ku është parashikuar Shqipëria 1 euro, dhënia tokave me 1 euro, me qëra. Investigoni, shikoni kush ka përfituar nga këto, pse ka përfituar etj. Po Shqipëria 1 euro është e Berishës. Jo, e ka bërë Rama në 2014. Ajo ka qenë gjë tjetër në atë kohë. Po, se e ke dhe Berishës këtu. Ka pas qenë tjetër projekt dhe mund të zbatuar vetëm një herë. Në 2014, VKM-ja 54 për dhënie me qera dhe emfiteoz të tokave pronave publike është e shkurtit 2014. Edi Rama ka marrë qeverinë në shtator zyrtarisht të 2013-s. Pas 5 muaj, kjo VKM është ndryshuar 10 herë. Ndryshimet janë, jo gjërat vogla, janë duket sikur janë qepur me kostum për investimet caktuara. Dhe aty është përfshirë, nga dhënia me qera është përfshirë dispozita që ta marrë pas 5 vitesh nëse bën investimin ta marrin me privatizim. Pra, dhënia, falja e tokave shtetërore, aseteve kombëtare, ndërmarrjeve shtetërore, pasi jepej me qera për një farë kohe, pasi supozohej do bëjë një investim apo jo i caktuar, që dhe kjo do verifikuar janë bërë apo jo ato investime, mbas 5 viteve thoshte VKM-ja ta falim tokën shtetërore. Kjo është një. E dyta paketa e maleve tani, ligji për investime strategjike që u bë për 5 vjet nga kjo qeveri dhe vetëm shtohet vit për vit, dhe ku i keni investitorë strategjik këtu huaj? Ku i keni? Se përmjet i ligjit gjithë shqiptar. Më gjej një investitor të huaj që ka përfituar nga statusi investim strategjik. Po dalin të gjithë sportistët, aktorët pranë qeverisë që u bën investitor strategjik. Edhe biznesmen. Po biznesmen, po. I kanë qëndruar pranë të dyja subjekteve politike. Ligjin e famshëm tani që e kanë çuar për konsultim, me nxitim dhe me gabime teknike nga ana ligjore, këtë të tokave bujqësore, me gabim nga ana teknikës legjislative, domethënë ku dalin aty në fund dispozita e fundit thotë ky ligj hyn në fuqi 15 ditë nga botimi fletore zyrtare dhe shtrin efektet thotë deri në 7 vjet mbas antarësimit në Bashkimin Evropian, që s'ka ndodhur kurrë që efektet e ligjit parashikohen ligjin e botimit fletore zyrtare. Nga nxitimi e kanë bërë shkelë shko, sepse e din që i kanë orët ndoshta të numëruara në pushtet dhe tani po i japin gjitha dhe aty duhet përgjigjen edhe për pyetjen tuaj, edhe tani kjo projekti me këta turqit etj.